Garancia rinore, programi që synon formimin dhe punësimin e të rinjve nga 15 deri në 29 vjeç, ka dhënë rezultatet e para në Fier. Në 6 muajt e parë të implementimit në qarkun e Fierit, u përfshin në formim profesional 68 të rinj dhe të reja, nga të cilët 32 janë tashmë në punë në sektor të ndryshëm. Programi pilot që përfshiu edhe Fierin pas disa qarqeve të tjera të vendit, është prezantuar në një takim të thirrur nga Agjencia e Punësimit të Aftësive për të promovuar avantazhet që ofrohen për të rinj që duan të punojnë. Është një nga projektet më ambicioze dhe nga politikat më gjithëpërfshirëse që aktualisht po zbatohet në qarkun e Fierit. Momentalisht që flasim për 6 muajin e parë që ne kemi bërë një analizë të punës konkrete të Agjencisë Rajonale të Punësimit Fier, kemi një rezultat me 68 të rinj të cilët janë trajtuar gjatë, 32 dalje pozitive, që do të thotë që janë punësuar, kanë marrë formim profesional dhe arsim, dhe 51 raste të regjistruara të cilat pritet që të trajtohen në 6 muajorin e dytë. Atëherë, garancia rinore nënkupton që brenda një harku kohor të arsyetueshëm prej 4 muajsh, këtyre të rinjve të regjistruar pranë Agjencisë Rajonale të Punësimit Fier, t'i ofrohet punësim, formim profesional dhe arsim. Garancia rinore është një mundësi punësimi në kohë rekord për të rinjt, e cila ofron së pari orientimin drejt kërkesave të tregut të punës, e më pas formimin përkatës dhe në fund punësimin.